Miqtë e mi, mirë mbrëma, urojt jeni mirë. Këtu ndodhem para supermarket Xhedis në Shkodër dhe ndodhem pikërisht me personin i cili ka bërë një denoncim tek Jeta, është shef lidhur me disa abuzime të pretenduara nga vetë personi, të cilat unë nuk mund t'i vërtetoj, nuk mund t'a akuzoj kompaninë. Por ajo që unë mund bëj është që t'i bëj thirrje si firmës së Xhedis, si vetë personit të interesuar direkt menaxherit apo administratorit, administratorit apo gjithë atyre që rrethojnë, që po ushtrojnë dhunë dhe të pushojnë, ushtrojnë dhunë psikologjike ndaj personit. Gjithashtu, informacionet e mia thonë që po ushtrohet edhe një dhunë psikologjike edhe nga forcat e policisë. I bëj thirrje vetë drejtorit Gent Berberi, mos të lejoj organet e policisë të binë viktima dhe të bëhen palë. Ardhja e mikrobuzave të policisë dhe makinave të policisë poshtë jashtë shtëpisë të personit, e cila nuk është një rrugë e zakonshme. Është një rrugicë e cila duhet kalohen shumë rrugë që të arrish aty, është jo normale. 2-3 herë vetëm sot me na ditët është pak e çuditshme. Zoti Berberi, ju lutem, kam besim tek detyra që ju ushtroni, sepse jeni shumë korrekt dhe keni vërtetuar në raste të ndryshme në Shkodër. Mblidhni organet e policisë dhe bëheni, detyrojeni që të ushtrojnë detyrën e tyre për cilën paguhen. Personi fjalë pretendon që ka bë abuzime firma Xhedis. Lejoni drejtësinë të flasi, jo vetë gjyqësinë, jo presionin. Lejoni drejtësinë dhe organet e drejtësisë. AKU-n e shumë organet e tjera përgjegjëse për këtë institucion, i cili është realisht një institucion Shkodër, se punëson gjithë ata punojës në Shkodër, gjithë ato familje, manë me buk, duhet të lejohet drejtësia të flasi, dhe jo vetë gjyqësia. Ju bëj thirrje edhe gjithë atyne që njohin dhe përfshihen te Xhedis. Ju lutem, qëndroni larg dhe veproni sipas ligjit. Edhe nëse personi ka abuzu apo ju ka akuzu padrejtisht, ju lutem, rrini larg personit dhe veproni sipas ligjit, jo me presione. Ju përshëndes dhe ju uroj çdo të mirë gjithëve.